Pasi u plotësuan me antar, kryeministri Edi Rama thiri në një takim kryetarët e komisioneve parlamentare që do të drejtohen nga socialistët së bashku me kryetarin e kuvendit, kreun e grupit dhe ministrin për parlamentin. Takimi zgjati rreth 2 orë në vilën qeveritare në zonën e ish-bllokut. Fokusi ishte koordinimi punës mes grupit parlamentar në kuvend dhe qeverisë dhe prioritetet që do të kenë socialistët në punën e komisioneve që nisin javën e ardhshme. Më herët, Partia Socialiste ka renditur në listën e prioriteteve reformën zgjedhore dhe ato territoriale, për të cilat do të ketë 2 komisione të posaçme. Kreu i qeverisë ka paralajmëruar ndër të tjera një reformë të thellë për funksionimin e kuvendit brenda këtij viti, duke hartuar një ligj organik për t'i garantuar këtij institucioni pavarësi financiare dhe një godinë të re. Ndërsa po shihet mundësia edhe për uljen e numrit të deputetëve, lëvizje që do të sjellë një ndërhyrje në kushtetut. Ndërsa në muajin tetor, komisionet parlamentare do të nisin shqyrtimin e draftit të kodit të ri penal që ka krijuar jo pak debat publik. Në agjendën parlamentare nuk mungojnë as çështjet e mbartura nga legjislatura e kaluar. Një prej tyre zgjedhja e avokatit të ri të popullit që sipas traditës, kandidatura do duhet të propozohet nga opozita e më pas të marrë edhe konsensusin e socialistëve. Ndërkohë, kuvendi i ri do duhet të shqyrtojë dhe raportet vjetore të institucioneve të pavarura që nuk u arrit të realizohej në parlamentin e vjetër. Të hënën, konferenca e kryetarëve drejtuar nga Niko Peleshi do të mblidhet për programin e punës së parlamentit që i hap rrugë dhe nisjes së punës në komisione.